أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Zotin e madhërisëm e falenderojmë, paqja të qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Na bëv Zoti dhe neve për tyra, amin, ejmain, salihin, siddiqin, ulai rrafika. Ka thënë i dashuri i Zotit Muhammed alayhis salatu wassalam se ditët më të bukura dhe më të mira në këtë dunja janë pra 10 ditët e Dhulhijhes. Prandaj edhe Zoti tha në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr wash shafi wal watr. U betua Allahu pra në agimin dhe në 10 ditët e bekuara për të na treguar madhështinë e këtyre 10 neteve dhe ditëve të bekuara të Dhulhijhes, ku ne sonte pra hymë ato 10 net të bekuara dhe kërkohet që të përshpejtojmë me sadakat tona, me përgatitjen e kurbanave, me përgatitjen e sadakave, bamirësive, për gëzimin e jetimit, të varfrit, skamnorit dhe njerëzve në nevojë. Sepse dhe Zoti i Madhëshëm na mësoi në Kur'anin e tij famulart që ta përkrahim pra nevojtarin, jetimin, bonjakun dhe njerëzit me nevojë. Siç tha pra në surën Duha. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. Pra, a nuk të gjeti ty jetim dhe të dha përkrahje. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, të gjeti të varfër dhe të begatoj me mirësitë e tij. Pra mos e përol jetimin, as lypsin mos e përzë, dhe me të mira që të ka dhënë Zoti yt, trego, jep, pra dhe dhuro. Këto janë mirësitë dhe alametet e të madhit Allah krijuesit të gjithësisë, i cili është Khaliku kulli shay, pra i cili është krijuesi i çdo gjëje. Dhulhijhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se Dhulhijhe janë këto 10 net që duhet të bëjmë shumë dhikr. Është të themi shpesh la ilaha illallah, subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, sepse edhe Zoti thot Kur'an, wala dhikrullahi al-akbar, dhe përmendja e Zotit është gjëja më madhore, më kulmore. Andaj, çdo besimtar i cili përpiqet, Allahu nuk ja humb mundin e tij. Andaj gjithë ta besimtar që përpiqen në këto 10 ditë që të japin nga të mirat që Zoti u dha, Allahu do t'ja shumëfishoj dhe vlera e sadakas dhe bamirësisë në këto 10 ditë ka pesh mjaft të lartë. Inna Allaha ma'al muhsinin. Allahu është me bamirësit. Andaj besimtar dhe besimtare, përkushtojeni këto 10 net të Dhulhijhes. Mirë është edhe të agjërohet, sidomos të hënën dhe ditët në vjem. Me përshtim dita e Bajramit nuk lejohet mu agjëru. Dhe kuptohet se në këto 10 net dhe në këtë kohë të bekuar, haxhilierët nga anë e kënd botës shkojnë të vizitojnë dhe të përmbushin një ndër shtyllat e Islamit, që është vizita e Qabes. Pra shkojnë pra me bë el hajju ashhuru ma'lumat. Pra shkojnë me bë haxhin edhe me fitu kënaqësinë e të Madhit Zot dhe me kryer një kusht pi kushteve të Islamit, që është obligim një herë në jetë për atë që ka mundësi sadopak. Andaj miliona haxhilier nga gjitha anët e botës
shkojnë për të kryer këtë shtyllë për shtyllave të Islamit. Prandaj, në këto 10 net të Dhulhijhes të bekuara, të 10 net, duhet shtue duat sa më shumë, sadakat sa më shumë, lutjet për prindërit tanë, veprat e mira, siç thotë edhe Zoti në Kur'an, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Pra ata që bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Allahu xhalla shanu. Prandaj këto vepra kur shtohen, Zoti i Madhërisëm i shumëfishon ato vepra. Shtimi i veprave të mira është shkak që ne të marrim rahmetin e Zotit në këtë botë dhe padyshim dhe të na shoqëron edhe në botën tjetër me fiturin e madhe, xhenetin që është përgatitur për mu'minun, për besimtarët. Qad aflaha al-mu'minun, pra kanë shpëtuar besimtarët, të cilët alladhina hum fi salatihim khashi'un, të cilët janë të kujdesshëm me namazet e tyre, me fjalët e tyre. E me namazet e tyre janë të kujdesshëm edhe me namazin e natës. Në këto 10 net të Dhulhijhes është mirë që mos t'ja dojmë edhe namazin e natës, përveç namazeve obligative, kuptohet 5 vaktet namaz që ne i falim, sepse inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, namazi është obligim për besimtarin në kohën e caktuar. Pra, besimtari është mirë të fuqizohet mirë dhe të bëjë dhe faljen e qiyamul lejlit, sepse këto 10 net kanë peshë jashtëzakonisht të madhe. Prandaj dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka quajtur këto ditë ditët më të mira, më të bukura. Në superlativ, pra i ka ngrit shumë lart këto ditë, por edhe Allahu është betuar në këto ditë për të treguar domethënien dhe mesazhin e peshën e këtyre 10 ditëve që ne duhet të vrapojmë në këto 10 ditë që përmenden në Kur'an, që sonte, pa pikërisht sonte, hyn ato 10 ditë, nesër data 18, pra starton dita e parë e Dhulhijhes. Andaj, e keni një shans të madh, një mundësi të artë, që të merrni furnizimin dhe begatinë e të madhit Allah me dyfishim. Inna Allaha huwa ar-razaku dhu quwwatil matin. Pra Allahu është ai që ju furnizon juve pa mas. Prandaj ju si besimtar duhet të vraponi që në këto 10 ditë të Dhulhijhes të përgatisni sadakat, mirësit dhe në vigjiljen dhe në kreun e gjithë kësaj, në majën e icebergut, është edhe pas faljes Kurban Bajramit, prerja e kurbaneve. Gjithë ata që duan pra të prejnë kurbanet e tyre, le ta dinë se për çdo fije që ka në trup kurbani, ka shpërblim tek Zoti. Llogarit pra kur bëhet ai kurban, për çdo fije në trupin e kurbanit, ju keni shpërblim te Zoti. Dhe ju jeni duke përmbushur një vajxhib, një urdhën që Allahu ja dha edhe Ibrahimit a.s., po dhe Muhamedit a.s., po dhe neve si besimtar që ta kryejmë pra prerjen e kurbanit. Zakonisht ne kemi rreth 15 vite që prejmë kurbanet në përfshatrat shqiptare, në zonat e thella malore dhe ju japim jetimëve dhe të smurve. Pra, kurbanet që ne i prejmë i dhurojmë për jetimët dhe të smurët dhe njerëzit që janë në zonat tona shqiptare. Nuk kemi nevojë të gjezdisim ato anëve të dunjas, sepse ka shumë shtete që mund t'i ndihmojnë kontinente tjera, kur dihet se ne duhet mundohemi t'i ndihmojmë njëri tjetrit dhe të fuqizohemi si besimtar në trojet tona, në trevat tona, kudo që jetojnë shqiptarët. Qoftë pra në trevat shqiptare, por dhe ata që jetojnë në mërgat, që kontribojnë për rritjen e edukimit dhe mirëqenjes islame në trojet tona shqiptare, që të rritë tanë të rriten me frymen e edukimit, ta dinë çka është Dhulhijhe, çka është Barami, çka është nana, çka është baba, ta dinë çka është adheu,
hibetul vatan min al-islam, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, dashuria ndaj Allahut është prapi islamit. Islami na mëson me dash gjuhën tonë shqipe, me dash Allahun vendin tonë, sikur daja im ose gjyshi, stërgjyshi im që ka fal 5 vaktet namaz para 100 vjetë, 200 vjetë, ashtu ne vazhdojmë falim 5 vaktet namaz dhe ta ruajmë Allahun tonë, dhe të japim sadaka dhe t'ju qëndrojmë pranë jetimve, të smurve, bonjakve, dhe gjithë ata që dhurojnë edhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'ja shumë fishon. Sepse Zoti i Madhëshëm tha në Kur'an: "Fasalli li rabbika wanhar." Pra dhe fal namaz e prej kurban për Allahun, për mua, pra për Allahun, për Krijuesin. Dhe pastaj thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj namazim, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime i takojnë Allahut xhaleshanuhu. Prandaj ne për 15 vitesh pra kemi bërë këtë sunet, këtë vajxhib, këtë begati që kanë bërë dhe pejgamberët e Zotit në 10 fshatra shqiptare, në zonat të thella malore, ku kemi pas rastet që t'i dhurojmë edhe familjeve të smura, familjeve të mbetura që janë të gjymtuar ose që janë në kolicës e karrocë, jetimve, të papërkrahurve, të braktisur në zonat të thella ku është edhe vështirësia e jetesës është shumë e madhe dhe nuk kanë mbështetje. Dhe jemi munduar pastaj të dhurojmë edhe libra edukues që na mësojnë dashurinë ndaj nënës dhe babait, dhe ta ngjallim pra këtë frymën e Dhulhixhes, që në këtë paketën e Dhulhixhes hinë edhe Kurban Bajrami, hinë dhe veprat e mira. Prandaj Zoti ka thënë Kur'an: "Wal fajr wa layali al-ashr wa shafi wal watr." Pra Zoti është betue me na tregue se çfarë rëndësia, se çfarë peshe kanë këto ditë. Nëse ti ditëve të zakonshme jep dikujt një bukë, Allahu, varësisht nga sinqeriteti jot, Allahu ta shumë fishon me 10, 20, 200 e 700 fish. Mirë po, nëse ti në këto 10 ditë të Dhulhixhes që hynë nesër, kanë hynë qësunte, ti e jep një bukë, ajo ka vlerë, mund me shku edhe 100 milion fish edhe 700 milion fish, pra vlera është, nuk mundet me përcaktu vlera numerike sa ka shpërblim tek Zoti. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam në këto 10 ditë ishte jashtëzakonisht i fokusuar që qëndroj pranë jetimve, bonjakve, të varfërve. Ishte shumë i përkushtuar pejgamberi alayhis salatu wassalam që këto 10 ditë të jepte gjithçka, të dhuronte gjithçka, sepse Allahu thot në Kur'an: "Hudal lil muttaqin." Ky Kur'an është udhëzim për bamirësit, për ata që bëjnë vepra të mira. Prandaj inna Allah ma'al muhsinin, pra Allahu është me bamirësit. Dhe gjithë ata që bëjnë mirë, që bëjnë vepra të mira, ata janë ulaika hum khairul bariya, thot Allahu në Kur'an, ato janë krijesat më të dashura natyrë. Pra ata që bëjnë veprat të mira. Në këto 10 net të Dhulhixhes, pra Yawmul Khair, që në ditë hajrit madh, ditë begative të mëdha, pra në këto 10 net të Dhulhixhes nuk bën ne kurse si të ndalojmë edhe me namazet e natës, edhe me lutje, edhe me sadaka, edhe me nderimin e prindve tanë, edhe me largimin një pengese nga rruga. Pra këto 10 net të Dhulhixhes janë një provë se sa ne jemi të lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra këto janë prova se sa ne jemi të lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe këto 10 ditë mujnë me qenë 10 ditët e ndryshimit të jetës tonë ka hembara. Pra, fasalli li rabbika wanhar, dhe fal namaz dhe prej kurban vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Në çdo vepër pra të mirë që ne e bëjmë, pra do ta gjejmë atë, dhe Allahu do na shpëfishon dhe do të na shton të mirat, sepse Allahu Razaku dhu quwwatil matin. Pra inna Allaha yarzuqu man yashau bighayri hisab. Taton jam Allahu që ju furnizoj juve pa mas. Andaj Dhulhixhe është një mesazh i fuqishëm për ne që ne të vazhdojmë në bërjen e veprave të mira.
Allahu na mundsoft që t'i shtojmë këtë vepra. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma akthirni mali wa waladi wa barik li fima ataytani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabin nar. Ju falenderoj gjithëve për këto minuta dhe çaste që na dëgjuat, por edhe ata që do ta dëgjojnë këtë mesazh, ju ftoj që ta shpërndani këtë video mesazh për Dhulhixhen dhe t'i motivoni të tjerë. Shpresoj edhe në ditët në vijim do t'jap nga një mesazh për të gjithë besimtarët. Allahu ju shpërbleft me mirësitë e tij të pafundme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.